Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vendosni limon në çorape para se të flini dhe do befastoheni nga ajo që do ju ndodh. Themrat e plastaritura pas një dimri të gjatë janë ndoshta një nga gjërat më të këqija për femrat para sezonit pranveror. Kremrat dhe truket e tjera shpesh nuk japin rezultate të dëshiruara. Kjo është edhe arsyeja pse zgjedhja më e mirë është që ju t'i drejtoheni ushqimeve që ju tashmë i keni në shtëpi. Ku limoni është padyshim zgjidhja më e mirë. Për të filluar, zgjidhni një limon mjaftueshëm të madh për të mbuluar thembrën tuaj dhe më pas shtrydheni atë. Bëni limonat nga lëngu që do merrni, sepse juve do t'ju duhet vetëm një lëvoshk për të rregulluar thembrën. Mundohuni të shtrydhni të gjithë lëngun, por mbajini pjesën e brendshme me tul dhe njëkohësisht të lagësht. Më pas vendoseni atë në thembrën tuaj në një pozicion të rehatshëm dhe vishni çorape. Mbajini atë në këmbë përgjatë gjithë natës ndërsa ju flini. Pasi ky është pozicioni më i rehatshëm për të mos lëvizur me limon në thembër dhe këtë nesërmen kur të zgjoheni do të shikoni rezultate vërtet pozitive. Nuk janë as pak estetike dhe sigurisht ato shoqërohen me dhimbje të tmerrshme dhe nëse nuk i trajtoni në kohë, themrat e çara mund edhe të kthehen në një vatër të tmerrshme infeksioni mikotik. Thembrat e çara dhe plasaritjet në thembrat e këmbëve janë një problemeve më shqetësuese gjatë verës dhe pranverës për shumë femra dhe meshkuj. Ndaj, sot ne kemi vendosur që t'ju flasim për një trajtim shumë efektiv, të cilin ju mund ta bëni në kushte shtëpie në çdo kohë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 3 filxhan çaj me qumësht dhe 3 lugë gjelle me sodë buke. Për këtë trajtim duhet përdorur qumësht i ngrohtë. Kujdes me temperaturën e tij pasi mund edhe t'ju djegë këmbët. Ndërkohë, shtoni qumshtin në një legend të vogël dhe mbajini këmbët brenda për plot 10 minuta. Hiqeni nga pak minuta dhe shtoni sodën e bukës. Me ndihmën e një furçe dhëmbësh fërkojeni themrat derisa të mbuloni plotësisht shputën dhe mbajini në qeste për 30 minuta. Në fund, lajini këmbët tuaja me ujë të vakët. Do të shikoni se ky trajtim duke u përdorur të paktën 2 herë në javë për 2 javë me radhë, ju do të keni ndryshime pozitive. Qumshti përmban yndyra, proteina dhe vitamina, të cilat ju ndihmojnë ju të trajtoni themrat e plastaritura dhe të thata. Acidi laktik i qumshtit rregullon pH-in e lëkurës dhe njëkohësisht parandalon infeksionet. Soda e bukës nga ana tjetër është një ndër ilaçet më të mira natyrale me veti antimikotike dhe njëkohësisht antibakteriale që ndihmon të luftoni qelizat e vdekura të lëkurës. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ju duhet të keni parasysh se thembrat e çara dhe të plastaritura duhet të trajtohen, sepse përveç se nuk janë estetike, ato shpeshherë kthehen edhe në një problem mjaft shqetësues dhe i dhimbshëm. Për fat të keq, shumica e njerëzve duket se vuajnë nga ky problem. Prandaj, ndryshe nga çdo pjesë tjetër e trupit, lëkura në këmbë nuk ka gjëndra vajore dhe nuk mund të trajtohet shumë lehtë. Në vend të kësaj, gjëndrat e djersës janë burimi i vetëm i lagështisë. Ndonjëherë këto gjëndra djerse nuk janë të mjaftueshme për ta mbajtur këmbën siç duhet të hidratuar. Banane dhe avokado. Merrni pak banane dhe aplikojeni atë në pjesët e çara të themrave. Mbajini për plot 10 minuta dhe më pas lajini. Mund të krijoni gjithashtu një maskë për këmbët në shtëpi duke përdorur banane dhe avokado. Merrni një banane dhe një gjysmë avokado dhe përzieni së bashku.
Aplikojeni përzierjen kremoze në thembra. Duke qenë se avokado është e pastër me një sër vajrash, vitamina dhe yndyrra të rëndësishme, kjo përzierje do t'ju ndihmojë që ju të trajtoni thembrat tuaja të qara. Vazelinë dhe lëng limoni. Lajni dhe thajni thembrat. Sapo të keni pastruar të gjitha papastërtitë, mbajini këmbët tuaja në ujë të ngrohtë për rreth 15 deri në 20 minuta. Shpëlajini dhe më pas thajni. Përdorni pak vazelinë me lëng limoni. Aplikojeni atë ngadalë në thembrat tuaja dhe në pjesët e tjera të këmbëve, derisa lëkura juaj ta përthith. Sigurisht, sipas informacioneve, aplikojeni përpara se të flini dhe mbani veshur një palë çorape të lehta, duke qenë se këto të fundit ndihmojnë në ruajtjen e nxehtësisë së trupit dhe kështu rritet efekti i përzierjes. Sodë buke. Merrni 3 lugë gjelle sodë buke dhe 4 deri në 5 litra ujë. Përgatitja. Filloni duke e përzier sodën e bukës me ujë të nxehtë dhe futeni këmbët në të për 10 deri në 15 minuta. Lëreni të thahen dhe më pas lyeni me krem apo me vazelinë. Koha më e mirë për ta bërë këtë është para se të flini dhe rezultatet më të mira duhet që ta përsërisni këtë recetë çdo ditë për plot një javë. Sipas ekspertëve, siç e përmendëm, çarjet e thembrave mund të jenë pasojë e shumë faktorëve të ndryshëm. Mjekët gjithashtu argumentojnë se një sër rreziqe shëndetësore mund të qëndrojnë pas këtij problemi, siç janë për shembull ndryshimet në gjendrën tuaj tiroide dhe aciditeti i tepërt në gjak, por ka disa metoda natyrale të cilat duken se japin zgjidhje këtij shqetësimi. Qumësht dhe sodë buke. Përdorni 2 ose 3 gota qumësht dhe shtoni pak sodë buke. Hidheni tek këmbë dhe masazhojeni lehtë. Pastaj pastrojeni ato me një peshqir. Mjaltë dhe vaj kokosi. Përzieni 2 lugë mjaltë dhe 2 lugë vaj kokosi. Mund të shtoni dhe disa pika vaj esencial livandoje. Aplikojeni këtë përbërje tek këmbët tuaja dhe mbajini ashtu gjatë gjithë natës. Bëjeni këtë metodë për disa ditë rresht për rezultate më të mira dhe më pas aplikojeni 2 herë në javë. Mjaltë dhe vaj ulliri. Do t'ju duhet 1 filxhan mjaltë, 2 lugë vaj ulliri dhe ujë të nxehtë. Në një legen hidheni ujin derisa të mbulojë këmbët. Më pas shtoni mjalt dhe sigurisht vaj ulliri. Bëjeni këmbëve tuaja masazh për plot 20 minuta. Miell orizi. Përzieni miell orizi me disa lugë mjalt dhe uthull molle derisa të krijohet një pastë. Nëse çarjet janë shumë të thella, atëherë ju duhet të shtoni 1 lugë gjelle vaj ulliri dhe zhyteni këmbët në ujë të nxehtë për 20 minuta dhe më pas masazhojeni butësisht me këtë pastë. Gjithmonë sigurohuni që të vishni çorape para se të shtriheni për të fjetur në mënyrë që këmbët tuaja të qëndrojnë të ngrohta dhe të mirë izoluara për të ruajtur të gjitha vetitë e thithura nga maska e përdorur. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!